Nëse presidentja jep nesër, vetëvendosja e nominon nesër dikon. A ka ku ky me imrini, pas nesër, mërkurën. Pas nesër është dita e fundit. Po nesër nëse e merr këshilli. Ka ditën e fundit si afat. Nëse nesër këshilli drejtuesive ves jep mandatorin dikujt, pezojmë Glaukut, a ka ku Glauku për 24 orë me mërrim i bin parti tjera politike? Nuk i fiton edhe 15 ditë afat. Ko jam i sigurt. Unë jam për të sigurt për të. Vetëvendosja jep mandatorin veç brenda partisë. Edhe pastaj Kadasë nuk e dim se çka diskutohet atë. Ne pezojnë se ky përmend emrin e tinaj. Dhe në këtë rast nëse Glauku Konjufca merr mandatorin prej partisë, nuk ne kupton që merr mandatorin edhe Nuk ndihmoj dikush nga juristë që është duke na ndjekur. Jurista jena këtu na. Në momentin kur i dorëzohet një mandat i diskrecioni i presidentes këtë radhë nuk është kondicionet vendosja. Vetëm herën e parë vendosja ka ekskluzivitetin çat emër që çon presidenti veç e dekreton. Herën e dytë diskrecioni i presidentes është me u bind presidentja që kandidati i dytë i ka gjartë një vota. Nëse ai nuk i bind presidentin që i ka gjartë një vota, presidentja që vjen zgjedhje. Për çfarë nuk është 15 ditë që ata të hyrje. Një pyetje, ma ndjek pyetjen. Dihet që vetëvendosja i paska bu votat, ndoshta i dështon, po ata i paskan buni farë organizimi. Një pyetje. Kam një interpretim dhe nuk mund t'i vë dur në zjarë në të se nuk Kush ka pas interpretim ka zonat? Në momentin kur dorëzohet mandatari tek zoti Konjufca, zoti Konjufca fiton dhe 15 ditë kohë për ta bërë koalicion. Apo më jep një fjalë. Mandatari çdo herë ka 2 javë në dispozicion